Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Roland Qafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Në situatën politike që po kalon Shqipëria, ka shumë për të diskutuar. Protesta që ka 31 ditë, sot është e 32-ta, zhvillimet në maxhorancë, integrimi i Shqipërisë për antarësimin në Bashkimin Evropian. Kush më mirë se sa këto mund t'i analizojë një politikan që unë e vlerësoj shumë në karrierën e tij, sidomos si prokuror, se pak ja thon këtë që ka qenë prokurori i Republikës së Shqipërisë, por si politikan sigurisht që është normale që të ketë tallazet e veta çdo njeri. Po unë vazhdoj si përpara 20 vjetësh kur e kam intervistuar për herë të parë, të them që një nga prokurorët më të mirë që ka pasur Shqipëria. Sot politikan, deputet, ish ministri i drejtësisë, kryetari i Komisionit të Ligjeve, parlamentar të ligjeve, Ulsi Maja, kam kënaqësinë të kem në emisionin tim. Faleminderit që pranova ftesën. Kënaqësia është e imja dhe përshëndetje dhe mirë se gjeta. Jam besoj vetmi që ju thras prokuror akoma. Po edhe mua vjen mirë. Të vjen mirë? Drejtën, po. Unë thashë unë mendova se do muzita, se ti ke ish ministri i drejtësisë, do të thuash deputet, do të thuash kryetar. Të gjitha këto përvoja jete dhe eksperiencë profesionale i kam kaluar. Por njeriu identifikohet me ato që ka profesionin e parë. Dashuria e parë nuk harrohet. Eksakt. Pra, unë sot në lëkurën time i kam të treja gjërat njëkohësisht. Kam ndjeshmërinë e të qenurit njeri që vjen nga sistemi i drejtësisë, nga legislativi, por dhe nga ekzekutivi, por atë përvojë që pata si ish ministër drejtësie. Shto këtu edhe përvojën jetësore që kemi gjithë secili prej nesh, dhe më vjen mirë që pas kaq vitësh përsëri të thrasin një gazetar të tret prokuror. Po, një gazetar më thet prokuror. Por e the vetë para 20 vitesh kur hyra në politik, dyert e para të mediave, apo derën e parë të mediave që më është hapur, e kemi nisur bashkë. Dhe kënaqësia është e imja që jam sot këtu dhe koha ecën, vitet bëjmë punën e vet, por Roland Qafoku dhe Ulsi Maja janë përsëri miq pas 20 vitesh përsëri në studio televizive. Unë të falenderoj shumë. Unë nuk e kam bërë që ti të më thuash pas 20 viteve, por unë e vlerësoj shumë që ti e thua mbas 20 viteve dhe janë të rradhat e politikanë që e thon këtë dhe unë e çmoj dhe e vlerësoj këtë. Dhe të falenderoj. Landi, më falë se po të drejtohem si shtras zagonisht. Ne jemi miq, nuk ka problem. Ti the para 20 vjetësh, po unë du të them edhe një gjë tjetër. Politikanët e ri të asaj kohe, flas këtu e para 17-20 vitesh, emisioni yt ishte shkollë politike në vete. Sepse edhe në politik ka nivelet e veta politika, por ne ishim politikanë të rinë atë kohë dhe emisioni yt ishte kthyer një shkollë të vërtet politike për politikanë e ri, deputet të ri, sapo ardhur në Parlamentin e Shqipërisë, edhe njoh shumë prej kolegëve sot, po dhe ish kolegëve që sot nuk janë më në politika, po në parlament, që e vlerësojnë të gjë. Faleminderit. Zoti Maja, fillojmë në atë që quhet situata që ka mbërthyer gjithë vendin. Protesta është në ditën e 32. Pyetja e parë, ju ka sikletosur protesta? Ju ka vënë vështirësi? Ti e the është në ditën e 32. Në ditën e 32. Në fakt unë përpara se sa të vi tek protesta, sepse është temë e ditës protesta, dhe nuk mund t'i shmangemi. Është temë e aktualitetit politik të ditës protesta. Jo, gjithë Shqipëria po rrotullohet rreth protestës. Nuk e di gjithë Shqipëria po rrotullohet rreth protestës apo jo, sepse Shqipëria tjetër vazhdon jetën e vet normale, sepse jemi në kulmin e sezonit turistik në Shqipëri, dhe nuk di të t'jap një përgjigje të saktë që Shqipëria rrotullohet rreth protestës, se ka dhe një Shqipëri tjetër që vazhdon jetën normale. Por përpara se të vi tek protesta, dua t'i ndaj dy gjëra: të drejtën për protestë dhe lirinë e protestës nga protesta. E drejta e protestës dhe liria e protestës është e garantuar në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Dhe pse dua t'i ndaj këto gjëra, dua ta them këtë në parantezë. Sepse në historinë politike të Shqipërisë të këtyre 35 viteve,
në Shqipëri ka padur vazhdimisht protesta. Por të drejtën e protestës dhe lirinë e protestës, siç e definon Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, e kemi garantuar ne. Ne socialistë. Vetëm ju? Unë them po, vetëm ne. Sepse ai shesh ku sot qytetarët protestojnë të lirë, në historinë tonë jo shumë të largët, po i referohen vitit 2011, u vra protesta qytetare. Dhe unë e kam thënë në atë kohë në 21 janar që nëse ky krim shtetëror që mori 4 jetë pafajshme i ka bërë dhe një dëm tjetër të madh Shqipërisë, është se vrau lirinë e protestës qytetare. Por është fakt ama që në këto 13 vite të qeverisës tonë, Tirana dhe ai shesh është ndoshta ndër kryeqytetet më stërvitura për protesta. Lira. Pastaj, në kanë qenë qytetare apo kanë qenë protesta politike, ky është diskutim tjetër, por për të ardhur tani tek protesta që po zhvillohet në Tiranë, dua ta them që në kryetherës, pasi ne kemi ardhur në pushtet në 2013, unë njoh vetëm një protestë qytetare. Atë që u bë për armët kimike. Të gjitha protestat e tjera, Se kjo nuk është protestë qytetare? të gjitha protestat e tjera kanë qenë protesta politike. Tani, ju do më thoni, po kjo protest, a është qytetare, nuk është qytetare, dhe me drejtë shtrohet pyetja. Tani, protestat qytetare kanë bazamentin e tyre një shqetësim qytetar. Me një projekt publik, me një ligj për taksat, me një vendim të ekzekutivit, dhe këto janë kauza qytetare. Por nuk artikulohen kërkesa politike në një protestë qytetare. Thjesht qytetarët dalin kundra një politike qeverise dhe i kërkojnë qeverisë reagim qytetar, reagim institucional për atë që kanë dalë shesh. Ndërsa protestat politike në bazamentin e tyre kanë kërkesa politike, kanë qëllime politike. Nuk janë të preme me thik, sepse mund të filloj si protestë qytetare dhe rrugës ndryshon. Artikulohen kërkesa politike, po ka raste që fillon si protestë politike, po një kaos qytetare rrit mbështetjen politike për protestën. Tani kjo protestë, unë e kam thënë që ditën e parë, nuk mund të quhet protestë qytetare, një protestë ku marrin pjesë drejtues partish politike apo lëvizjesh politike që kanë konkuruar në zgjedhjen në Shqipëri. Apo edhe deputet të opozitës. Tani, nuk e di se kush e definon qytetare apo politike, po unë them, kur aty marrin pjesë përfaqësues të partive politike dhe të lëvizjeve politike që kanë konkuruar gjatë në zgjedhjet e 2025-s, kauzat mund të jenë qytetare. Por është protestë politike. Jo, dhe koha po tregon, ata thjesht janë bashkuar se protesta ka qenë spontane. Dhe koha po tregon që siç nisi, thot një shprehje e jona popullore, siç nisi duket se edhe po bitis. Je duke thënë që protesta po mbyllet, do thonë. Dhe jo, nuk po them po mbyllet. Po shumë. Nuk po them po mbyllet, po i kanë rënë një nga një ato puplat e të qenurit qytetare. Dhe në shesh tani kemi një grup proteste. Dhe aq pupla nuk ishin, se ishte... Kemi një grup proteste. Landi, kemi një grup protestuesish, apo një grup organizatora, quajeni si të doni, që udhëheqin këtë protest, që edhe vetë nuk janë të qartë se çfarë kërkojnë një, dhe e dyta, çfarë kërkojnë. Dorëheqjen e qeverisë kërkojnë ato, sa ato kanë ata. Më të qartë mos ka. Por kjo protest, më lejoni ta them, se kam thënë ndonjëherë publikisht, sepse unë nuk jam shprehur shumë për këtë protestën, përveç se kam mbajtur qëndrimet e mia. Ju ka bërë vërejtje edhe kryeministri për këtë që jo, unë kam mbajtur qëndrimet e mia në rrjetet sociale, por dhe qëndrimet e mia publike aty ku më është dhënë mundësia. S'ka transparencë kjo protestë. Zë më thënë s'ka transparencë. Po protesta qytetare ose politike, në themelin e një proteste, duhet të jetë transparenca. Në ç'kuptim? Kush janë organizatorët?
cilat janë objektivat dhe qëllimet e kësaj proteste dhe kush mban përgjegjësi për vendimarrjet dhe mesazhet që përcjell protesta. Jo, ka 5 pika kërkesat. Lori pikat. Kush janë organizatorët e protestës? Kanë dalë emrat. Një ditë dalin, një ditë hikin. Vinë sa emra tjerë, futën sa emra tjerë. Ata nuk janë kaq të sofistikuar sa partitë politike. Ata janë spontan. Dhe di ku është më e bukura? Që nuk i nxjerrim emrat e organizatorëve të protestës, se në thojza mundët të korruptohen nga pushteti. Dhe që këtu, më lindet drejta të them, kjo protest pas ka lindur e korruptuar. Protest e korruptuar? Jeni pari që bëni këtë? Po falë lutëm, në qoftë se ti merr përsipër, të organizosh një protest, të dalish për 32 ditë në shesh, të artikulosh kërkesa të qarta politike dhe edhe ndorheqjen e qeverisë, krimin e një qeverie teknike 12 mujore e me radhë. Dhe në thojza pas ke frikë të dalish në dritë dillit se po të blen pushteti? Po atëherë çfarë kauze përfaqëson? Më duket se nuk ka një raport të qartë në këtë protestë. Nga kush ke frikë të dalësh ti se po të korrupton? Në qoftë se ti ke dalë për kauza që proteston atje qeveri, dorëheqjen e qeverisë, krimi i qeverisë teknike, luftë kundër korrupsionit, luftë kundër padrejtësive, do të jesh njeri i pakorruptueshëm. Pse pas ke frikë se po të korrupton në thojza pushteti? A e ka dhënë qeverinë në vështirësi kjo protestë? Qeveria vazhdon normalisht punën. Dhe aq normalisht nuk duket. Shiko, vazhdon normalisht punën sepse qeveria po punon për të mbyllur kapitujt e negociatave. Dhe për 3 klastera do duhet të mbyllim negociatat brenda vitit 2026. Arsimi, kultura dhe marrëdhëniet me jashtë. Janë në punë njerëzit, ata që e kanë marrë përsipër procesin e negociatave janë punë, qeveria është në punë. Tani, ka pasur një shprehje që mua vjen për të qeshur tani kur e kujtoj. Ore, jetoni me situatën ju apo jo? Si jetojmë me? Këtu po bëhet protestë, ju thonë po punon qeveria. Qeveria duket në vështirësi, zoti Manja. Dhe kryeministri në fjalën e grupit parlamentar mu duk që edhe pse targeti është ai kryesor, pati një të drejtë kur tha që disa këtu, do të thonë nuk janë fare aktiv, duke përjashtuar disa, duke përjashtuar juve, zotin Balla dhe të tjerë, që keni qenë shumë aktiv, po tani nga 83 deputet, se thash 100, edhe 100 deputet kishit ju. Nga 88, çmendën fare pastaj. Nga 83 deputet, tani 3/4 që jeni aktiv, më fal tani zoti Manja tani, të tjerët marrin rrogën. Roland, për çfarë marrin rrogën? Shiko. Të ndaloj të kjo që the qeveria unë them qeveria vazhdon punën, ju that a jetoni me realitetin. A jetoni me situatën. Me situatën. Kujtohet? A jetoni me situatën. Tani, ne jemi mësuar me protesta politike në atë bulevard. Ajo që është e re në këtë protest, janë disa shqetësime qytetare të ligjshme, sepse të drejta? Ka edhe shqetësime të drejta. Ka. Për të cilat qeveria ka predispozicionin e duhur për t'i adresuar shqetësimet. Sepse në fundit, qeveria vërtet është votuar me 856.000 vota nga njëra palë, pra shumica, po qeveria mbasi merr votën dhe hyn në zyra, përfaqëson dhe pjesën tjetër. Pra qeveria do duhet t'i ngjojë dhe edhe ato shqetësimet e drejta qytetare që vijnë nga pjesa që nuk e kanë votuar qeverinë. Është krejt normale. Dhe ky është ai zori i qytetarëve në atë protest, për të cilën qeveria ka mbajtur shënim. Por me artikulimin e pjesës politike të protestës, ne nuk e kemi sot protestën e parë që kanë dalë njerëzit në shesh. Po ka dalë PD-ja. Prandaj, po prapë PD-ja është aty. Ja, s'është protestë e PD-s. Kjo është protestë qytetare dhe deputetët janë ndërtuar. Në qoftë se ju do më thoni që aty nuk ka njerëz të Partisë Demokratike në protest. Jo, ata janë ato. Njerëz që kanë dalë dhe në protestat e para dokove ku protestoheshte me Molotov, më vjen keq, po ne i grush Shqipëri jemi. Aq na keni lënë, aq një grush na keni lënë. Shqipëria
Ne u bëm vite tani në politikë. Nuk po flas vetëm për prezencën e deputetëve të Partisë Demokratike, por dhe të antarëve të Partisë Demokratike në protestë. Ore dalin e flasin në mikrofon ata, se nuk ka nevojë dalin aty dhe prezantohen. Kështu që kjo është ne mësuar me këtë natyrë protestash ku artikulohen kërkesa politike. Por e reja është kjo pjesa e shqetësimeve qytetare, që duhet të adresohen dhe punohet për këtë. Por pjesa tjetër e qeverisë është në punë. Zoti Manja, pse ka një sulm nga majoranca ndaj individëve të veçantë të protestës? Një prej tyre është Dritan Goxhaj. Madje dje ai është edhe shoqëruar në komisariat. Akuza më e rëndë ndaj tij është që është terrorist, i lidhur me Iranin, sponsorizohet nga Irani, dhe lëre pasaj ajo e UÇK-s pasaj që ishte një kapërcim shumë i rëndë dhe edhe i panevojshëm. Tani, në qoftë se ju jeni jurist, unë ju thras prokuror me shumë respekt. Në qoftë se ju keni dhëna që ai është i lidhur me Iranin, ka vetëm një veprim që kryen policia. E merr dhe arreston si terrorist. Po ti bësh akuza politike, njëri që drejton atje në protestë, më fal, sikur s'është normale kjo. Ti erdhe tek pyetja që unë e dhash pak më përpara një përgjigje shkurtër, po më erdhe tamam për të dhënë përgjigjen e plot dhe shtërruese. Kur thash që në themel të çdo proteste, qoftë qytetare apo qoftë politike, duhet të jetë transparenca, këtë kisha parasysh. Që grupi organizator i protestës, objektivat, qëllimet e protestës, vendimet që merren, mesazhet që përcillen, prandaj kërkohet transparencë, duhet ju dalë për Zot. Edhe personin fjalë, Dritan Goxhaj, doli dhe lexoi një 5 kërkesa. Po, ai lexoi. Po tha dal në emër të grupit protestës, por nuk tha kush ishte grupi organizator i protestës. Pra grupi që artikulonte kërkesa politike ndaj një qeverie legjitime. Jo, okay, po ju e keni akuzuar ata si terrorist. Fal lutem. Ajo është detyra e agjensive ligjzbatuese. Unë nuk e keni akuzuar ju. Fal, një sekond. Ajo është detyra e agjensive ligjzbatuese, të merren jo vetëm me Dritan Goxhajn, po me çdo person. Me çdo person tjetër. Më fal, këtu duhet të qëndrojmë pak se majoranca, zoti Rama, zoti Balla e kanë akuzuar si terrorist. Por me çdo person që le të themi me dashje apo pa dashje, dhe këtë nuk ta ndaj dot unë këtu në studio, bëhet zëdhënës i një qeverie dashakeqe ndaj Shqipërisë. Edhe protesta është e Iranit, po thoni. Nuk po them se e organizon Irani apo ndonjë shtet tjetër. Përfituesit e asaj proteste, është Irani? Përfituesit e asaj proteste mund të jenë nga më të ndryshmet. Pra, është tjetër gjë kush del dhe proteston, dhe është tjetër gjë kush përfiton dhe manipulon protestën. Jo, nëse manipulohet protesta për arsye të një shteti, jo mik me Shqipërinë, tani çfarë bën policia sekrete, çfarë bën shish, çfarë bën? Detyrën bëjnë. Po detyra është nëse ju keni prova. Dhe detyra është që do vi një ditë dhe një moment ku do dalin dritë edhe anaerët e kësaj proteste, që nisi si një protestë e bukur qytetare në fillim. Jo e bukur, shumë e bukur ishte. Por rrugës devijoi, u prish. Devijoj, nuk po them u prish, po them devijoj. Më pëlqen ta them devijoj për të mos ja humbur atë risin që pati në fillim. E bukur devijoj. Në fillim do dohet ishe vetëm protestë. Devijoj, kam protestuar në atë qeshur. Po kam protestuar për kauza, shiko. Për këtë që thej që ishte e bukur protesta. Unë kam protestuar në atë qesh për kauza shumë më fisnike se sa kaq. Për kë kauzë? Kam protestuar për votën e lirë. Po pse ata nuk po protestojnë për votën e lirë? Jo. Ka aty edhe për votën e lirë. Shiko. Ndryshoni sistemin zgjedhor. Për votën e lirë aty jam i bindur që janë vetëm ata që sa herë ndeshën në zgjedhje humbasin dhe thonë u vodhën. Këta janë politikanë dhe PD se ka fjalën. Ata që janë pjesa që hyn nga jo vetëm politikanë dhe PD-s. Ajo ishte një protestë. Jo vetëm politikanë dhe PD-s. Jo vetëm politikanë dhe PD-s, po dhe këto të partive dhe të lëvizjeve të vogla. E ke parë që rinë anash protestës. E ke fjalën për Agronshejn, ëh? Po Agronshejn, Adriatik Lapajn, Arlind Qorin. E ke parë si rinë anash protestës, edhe tani duke shfrytzuar inteligjencën artificiale dhe
mundësin që t'japin rrjetet sociale, e ke para aty që duken sikur janë ballë protestës, por në fakt rinjnë nga krau i kullave aty nga kati parë, në mos qofshin dhe në kafe në katë dytë, po i sjellin pamjet e turmës i ngjisin dhe në katin e dytë. Pra, këta janë ata politikanët që dalin gjasnë aty për votën e lirë, mbas janë ndeshur me ne në 2025 dhe kanë humbur si zakonisht dhe dalin aty për votën e lirë. Ndërsa unë dhe kolegët e mi dhe kjo partia që qeverisë sot Shqipërinë, kemi bërë dhe grevurie në atë shesh për votën e lirë. E mbani mend besoj, hap kutit ose largohu. Por sot ta konsiderohen gjëra të kaluara, sepse sot e kenë kohë zgjedhor, që sa herë të duhesh i hap kutit. Po këto standarde vendosëm ne. Ky është problemi. Penguat dhe integrimin evropian atëherë. Ndërsa këto jo nuk e penguam integrimin evropian. Përkundrazi i bile qarku i fierit u bësi. Përkundrazi i bile jemi sponsor kryesor të integrimit evropian. Sot jemi në paradhomën e BE-s, pavarësisht se vonë. Sot jeni qeveri po kur ishin në opozit e penguat. Duhet ta pranonin. Ti mendon se ishte gati për të hyrë në BE një qeveri që nuk garantonte votën e lirë qytetarëve të vet? Dhe që më vonë e provojës që edhe i vret qytetarët e vet. Jo, Shqipëria ka qenë shpesh e gatshme për të qenë, pas ka dash BE, po kjo është çështje tjetër. Është çështje tjetër. Kam një pyetje. Tani vim te ky. Jo, të bëj pyetje të drejtë. Okej, nëse ke. Jo, ta mbyllim. Po patjetër. Për këtë historinë e UÇK-s. Ai e ka vënë vetë ndyshim rolin e tij në UÇK. Pse e ka vënë vetë ndyshim? Po të veshish bluzën e UÇK-s. Si ish pjesëtar i luftës UÇK-s. Që ka luftuar atje bashkë me SBA-n dhe NATO-n, që kanë qenë aleatët e asaj pavarësie që sot gëzon Kosova. Dhe në krahun tjetër, në protestë të shfaqur si anti-amerikan, anti-NATO dhe anti-sionist, unë nuk e dia mund të bashkëtojnë të i njëjti njeri të gjitha këto cilësi. Kështu që ai e ka zhveshur vetën nga morali për të mbajtur atë bluzën e UÇK-s, që me thonë të drejtën nuk e kam kuptuar as sot ditën e 32, që ma kujtuat ju se është dita e 32, se çfarë duan simbolet e UÇK-s në atë protestë. Një protest ku populli apo protestuesit dalin dhe protestojnë kundra qeverisë tyre, por se ç'lidhje ka UÇK-ja dhe me këtë duan të luftojnë aty në atë shesh, këtë nuk e kam kuptuar asnjëherë. Ka lidhje Albin Kurti me segmentet e protestës? Unë e kam mbajtur qëndrimin tim, edhe në një replik që kam patur me kryeministrin në tim në rrjetet sociale, pasi kryeministri bëri një status, edhe e kam mbajtur qëndrimin tim publik. Nëse Albin Kurti nuk ka dorë në protestën e Tiranës, pra që antarët e lëvizjes vetë vendosja, apo organizatorët që vetë deklarohen në ato protestë që jemi aktivist politik të kësaj lëvizje, e ka shumë të lehtë gjë. Një distancim publik dhe një deklaratë publike, që unë distancohem nga këto, ata përfaqësojnë vetëm vetveten dhe nuk përfaqësojnë as lëvizjen vetvendosja, as kryeministin e Kosovës. Për sa kohë nuk e ka parë të arsyeshme ta bëj këtë, i bie që ata aty flas për aktivistët politik, si qytetar të Republikës Kosovës dhe shqiptar që vinë nga Maqedonia si qytetar, nuk i mban dot të vinë në Shqipëri, qoftë edhe të bashkohen protestës, sepse aty kanë parë dhe turistë huaj që kalojnë tek sheshi, te bulevardi Dëshmorët e Kombit dhe i marrin dhe u japin mikrofonin dorë. Unë kam parë dhe tuaj kështu që me pankarta kundër Trumpit aty. Por tuaj ke por aty erdhi dhe një eurodeputete italiane. Po, e njohur ajo. Po, e njohur, një neomarksiste aty që erdhi në kongresin e partisë Arlind Qorit, më thanë, edhe që vjen edhe i jep mend Tiranës, thotë që këtu është Europa. Si më thonë, Europa është Tiranë, nuk keni pse vini atje. Ama të nesërmen apo mbasditë i hyp avioni shko prapë në Itali ajo. Italia është vendi kryesor i BE-s edhe një nga fuqitë ekonomike ngështat.
Pra kur vjen problemi për shfaqur idete veta marksiste e neomarksiste, e gjen Europën në Tiranë ajo, me këto marksistët e Tiranës. Pastaj kapitalizmin e ka qef ndark kur shkon dhe jeton në Itali. Kështu që edhe për këtë të pjesëmarrjes së aktivistëve politik televizës vetëvendosja, unë e kam qenë. Okej, kam një pyetje të drejtë për drejtë. Kërkesa kryesore e protestuesve është dorëheqja e kryeministit Edi Rama. Ju do t'ia këshillonit zoti Rama dorëheqjen si kryeminist? Po si mund t'i këshillohet dorëheqja një qeverie, një qeverie? Nuk prisja përgjigje tjetër. Valtudëm, jo. Po s'ke se si pret përgjigje tjetër nga një eksponent kryesor i kësaj majoranse. Jo, ka për shembull, ndoshta kryesori, jo, Mariana Koçeku për shembull. Ja të them unë. Dorëheqje. Do ta Elisa Spiropali nuk e thot artikullon dorëheqje, por lët kuptohet. Të lutem, ne jemi një sistem demokratik. Një majorancë me 82 numra në parlament, unë nuk e di se kush mund t'ja këshilloj dorëheqjen. Sepse në fund të ditës te kutia e votimit do shkohet. Aty fitoni ju. Po. Ju thoni që është Shqipëria në shesh. Unë të fola në fillim për një Shqipëri tjetër që punon, nga mëngjesi në darkë. Dhe kush e përcakton se kush është shumica dhe kush është pakica? Ata 100.000 që ishin shesh në bulevard. Ore, unë di që shumicën e përcakton kutia e votimit. Në shesh mund dalin. Protesta nuk është çështje numrash, Roland. Unë si shoh kur si çështje numrash. Mund t'jen 5.000, mund t'jen 2.000, mund t'jen 10.000, mund t'jen dhe 100.000. Por se kush është shumica që i takon të marrë vendime, e vendos kutia e votimit. Tani, para një viti, kjo majorancë ishte te kutia e votimit, bashkë edhe me gjithë to që kanë dalë te sheshi. Partitë politike që kanë dalë te sheshi. Dhe u rikonfirmuan mandatin e 4 me një numër votash edhe më shumë se sa në mandatin e 2 edhe të 3. Aty filloi problemi juaj. Tani, si mund t'i këshillohet një qeverie legjitime dorëheqja? Po pse kjo është normale, tani do rrini të rjetën. Jo, më nuk do rrini të rjetën në pushtet. Po ç'e sepse do ishte absurde ta mendosh se mandati është 4 vjeçar, po ju llogari jepni për ditë. Roland, do ishte absurde ta mendojmë se do rrim të rjetën në pushtet. Jo, si po funksionon ju të rjetën do duket. Por këtë e vendos kutia e votimit. Jepni llogari çdo ditë. Jo një në 4 vjet. Jo fuqia dhe zhurma e një proteste. Që të mos hyj tani tek eksperienca e vendeve qoftë rajonit po dhe të Europës. Edhe të vendeve të BE-s. Nuk dua të shkoj të bëj paralelizma me Francën, se Franca është Franca, Shqipëria është Shqipëria. 2 vjet kanë protestuar i legverdhët në mos më shumë në Paris. S'ka krahasim fare me Shqipërinë. Por ke rajonin ti. Ke rajonin. E ke fjalën për Beogradin? Por për Beogradin. Po pse jo? Protestohet dhe atje, po qeverit janë mandatuar për të qeverisur. Po, llogari jepni për ditë. Edhe llogari jepet për ditë. S'po jepni llogari për ditë. Si s'po japim llogari për ditë? S'po jepni llogari për ditë. Pse i keni frikën që të shkonin zgjedhje për shkak? Ja po të bëj një pyetje. S'kemi patur ne asnjëherë frikë. Shkonin zgjedhje të parakoshme dhe fitoni përsëri. Po kush i kërkon zgjedhjet e parakoshme? Ata që janë protestë. Kush janë ata mos ata s'kan? Kush janë ata të protestës? Kush janë ata që i artikulojnë këto kërkesa? Kanë lexuar një memorandum, se s'dua të përmendim memorandumin. Jo, janë 5 pika. Ore ne mund të ku janë lexuar ato 5 pika? Ne mund të ku mos të protestës. Po protesta fillon ke ura e lanës dhe përfundon te aty te kush? Te kryqëzimi i Romerit. Protesta fillon te kryeministria dhe mbaron sheshi Skënderbej zoti. Ore po dur dhe bulevard 3, po kush janë këta që organizojnë protestën? Po tani edhe unë e tim mund të bëjmë një memorandum tani me 6 pika, jo 5 që kanë ata 6, edhe dalim ta lexojmë ndark aty. Ke mikrofoni ke shka, themi një grup tjetër proteste tani, ne kemi 6 kërkesa, jo 5 si këta. E njove si tha... Ky është antimiting, zoti Manjon. E 5 si tha njëri nga ato organizatorët e protestës që është malsori im janë nga Vijuna, i që mban që leshe. Po, e kam parasysh? Kola. Po, Kola. Kola e ka i? Po. Tha, nuk po e marim vesh tani, tha se këtu jemi 10 milion shqiptar, tha, 6 milion ide, 3 milion platforma, 500.000 kandidat për kryeministër. Ky është përkufizimi më i saktë i asaj se çfarë po ndodh aty në shesh. Ky është e njëri nga grupi organizatorë,
Se nëse edhe ky Goxha është grup tjetër, Kola është grup tjetër, tani hajde ta marrish vesh aty se sa grupe organizatore janë, dhe ti më thumu pse nuk e dëgjoni zorin e protestës. Ne duhet të dëgjojmë zorin e qytetarëve, jo zorin e atyre që rrokin mikrofonin. Zoti Manja, çfarë po ndodh në Partinë Socialiste me 8 vjet e 3 mandate, duke i si një super pushtet, po sikur ajo po ju fundos. Dhe ka disa zëra kundër, zonja Koçeku u largua, zonja Spiropali është kundër, zoti Braçe bën kritika. Tani çfarë po ndodh në PS? Jeni grush bashkuar rreth partisë? Tani apo rreth kryetarit? Apo edhe aty ka filluar zëra, sikur ka disa deputet me shumë potencë që janë kundër zotit Rama? Tani zonjën Koçeku dua ta përjashtoj. Pse? Nga përgjigja që do t'jap, sepse dua të mendoj ose dua t'ja lë mungesës së përvojës politike, eksperiencës politike. Po e mund të parë në Shkodër, po duhet ta kishte përnder. Po mirë, po çlidhje ka 25 vjeç të para Shkodrës. Do duhet ta konsideronte nderin e jetës që të kryesonte listën e një qarku si Shkodra. Habitshme është. Mua s'më është dhënë kjo mundësi kur i kam hyrë politikës, se do ta kisha shumë për nder. Nëse ti kishe një background fort, kishe prokurorin. Do ta kisha shumë për nder të kryesosha listën e qarkut Dibrës. Por kam hyrë të jap kontribut në 2009 i 4-ti në listën e qarkut Dibrës, duke lënë profesionin tim për t'u bashkuar kauzave të Edi Ramës në 2009 në opozit Partisë Socialiste. E ke filluar në opozit. Zonja Koçeku me sa duket nuk e konsideroi nder jete të kryesoj listën e qarkut. Po si mund ta vesh pa kontribute e vendos parë në listën tani? Nuk është gabim? Po sepse Edi Rama e deklaroi në 2025-ën vizionin e tij për një parti socialiste që gjeneron vetveten në mandatin e saj të katërt. Gjeneron edhe është Dhe nuk është vetëm zonja Koçeku që përfaqëson një gjenerat deputetësh dhe politikanë shrinë të Partinë Socialiste. Kush është tjetër? Në mos gaboj, nga grupi jon për 83 mandatësh, 53 janë të rinj, ëh? 53 janë të rinj. Janë të rinj. Dhe nuk është e vetmja. Dhe unë kam qenë pro kësaj ide dhe këtij vizionit të Edi Ramës. Çdo i ri dhe e re që ka dëshirë të merret me politikë meriton një mundësi. Dhe kjo është vlerë e Partisë Socialiste për hir të vërtetës. Qofse partitë e tjera tradicionale kanë ngelur aty ku kanë qenë para 20-30 viteve, Partia Socialiste në 2026 dhe grupi i saj parlamentar ka 53 deputet dhe deputete të rinj. Tani si është grupi parlamentar i Partisë Socialiste? Me thënë të drejtën, unë e konsideroj një grup parlamentar që debatojmë mes vetës. Debatoni ju? Pa diskutim. Diskutojmë Zdim gjëfare. me njëri tjetrin. Ne këtej zdim gjëfare. Por që ti merrni vesh dhe ti dini këto gjëra, se kur mblidhet grupi parlamentar i Partisë Socialiste dhe ka një agjendë përcaktuar, apo kur mblidhet kryesia e Partisë Socialiste, apo asambleja që është forumi më i lartë i joni ndërmjet dy Aty gjë vetëm Rama, zotë Manja. Ku debatoni ju? Po do të jesh antari i asaj partie që ti ngjesh. A do të bësh mua antar të PS-s? Jo, nuk bëj dot. Unë nuk po të bëj dot antar të PS-s. Po tani ju kërkoni si është Partia Socialiste nga brenda. Jo, fillon fjalimi Rama, mbaron mbledhja. Po sepse për te atij fjalimit të kryeministit dhe kryetarit të partisë zotit Rama, mbledhjet tona zgjasin me nga 3-4 orë, po ka patur dhe mbledhje forumësh partisë tonë të kryesie që kemi ndërë dhe 8 orë. 8 orë, 7 orë flet Rama aty. Jo, dhe ti je i bindur që në këto mbledhje, përveç asaj që është publike, Rama flet më pak se të gjithë. Rama flet më pak se të gjithë? Rama flet më pak se gjithë, po ta garantoj këtë gjë. Të lutem. Pra, flet ai shumë sa ka filluar edhe vetë thotë se unë i mbaj fjalimin e gjatë. Që ta marrësh vesh sepse si është grupi parlamentar dhe Partia Socialiste nga brenda do të jesh aty ta kuptosh. Dhe po them ka diskutime dhe debate të nxehta për shumë nga ato kauza qytetare që janë artikuluar protestë. Iku zonja Koçeku, po zonja Spiropali çfarë mendimi keni? Zonja Spiropali jo më larg se dia po partie tha unë jam antare e Partisë Socialiste dhe deputete e Partisë Socialiste. Dhe nuk i thë. Dhe kam kontributet e mia në këtë parti dhe është kolege e jona deputete në unison me majorancën
dhe përtej dallimeve apo qëndrimeve politike, në fund të ditës përkatësia në atë sallë parlamenti përcaktohet te vota. E ka dalë kundër disa vendime. Dhe, shiko, nuk di të ketë dalë kundër vendime. S'ka marrë pjesë? Po veç zonja Spiropali nuk ka që edhe të tjerë që nuk vinë të votojnë në një ditë caktuar apo në një tente të caktuar. Zonja Spiropali nuk merr pjesë, është lajm, është refuzim. Ai s'po themi tani një deputet e re që ka një hall në shtëpi dhe s'vjen në parlament tani. Të rim tek ato qëndrime që i ka deklaruar vetë publikisht. Është deputete e Partisë Socialiste. Ka të drejtë që kërkon demokracinë në parti? Dhe po partia jon vetëm demokracinë e brendshme e ka pas me shumicë. Dhe unë jam i bindur që kur ata që do ta ngjojnë këtë intervistim këtë fjalën time që vetëm në Partia Socialiste ka demokraci me shumicë, e di që ndoshta do thonë, nuk do ta marrin seriozisht të gjë, do thonë Ulsiu e thot sepse është e ka zënë PS-ja. Është fanatik socialist, por unë që jam në ato debatët tona të brendshme, e them me bindje që është parti ku secili ka mundësinë t'i thot lirisht ato që mendon. Për çfarë keni kundërshtuar ju zoti Rama? Të t'japon disa shqetësime që ngrihen aty në protestë. Dhe që janë shqetësime qytetarëve të përditshme. Zoti Manja, a ka ndonjë diçka që ju ndani kundër në mendim nga zoti Rama? Ndajmë shumë, ka patur shumë raste që ai grup dhe forumet tona kanë ndarë qëndrime të ndryshme nga kryeministri dhe kryetari i partisë. Por në fund të ditës ka patur raste ku kryeministri dhe kryetari i partisë ka ardhur ke mendimi dhe qëndrimi i forumeve. Dhe s'ka qenë nevoja një forcë politike e përgjithshme, solide në qeverisin e vendit, nuk ka nevojë që debatet e brendshme, diskutimet e brendshme apo qëndrimet e kundërta për një problem të caktuar t'i bëj publike. Ka ardhur zoti Rama tek qëndrimi që kemi patur ne. Shprehje e demokracisë është. Por ne nuk dalim themi aty që pati diskutime kështu, kryeministri mbajti këtë qëndrim, grupi këtë qëndrim dhe në fund jo. Grupi parlamentar, forumet tona politike, qoftë kryesia apo asamblea, kanë qëndrime të diskutuara, të mirë menduara dhe të përgjithshme. Tani, sa herë flitet për këtë demokracinë e brendshme në parti, sinqerisht mua më vijnë në mendje debate, grupi jonë mblidhet qeveri, grup parlamentar, mblidhet një herë muaj. Për të diskutuar, jo thjesht dhe vetëm problematikat që mund të ketë grupi me qeverin, por problematika dhe shqetësime qytetare që deputetët i çojnë në dyert e qeverisë. Okej, zoti Manja, në cilësinë e kryetarit të Komisionit Parlamentar të Ligjeve, ka një informacion në media që qarkullon, nuk është bërë publik, por edhe është bërë gjysmë publik. A ka ndonjë kërkesë të dytë për zonjën Balluku nga Spaku për parlamentin? Po nëse do të kishte, do ta kishte bërë njoftim vetë Spaku, siç e ka bërë për herë kur ka sjellë kërkesa në kuvend, do ta kishte bërë publik Spaku. Do thoni ju e mohoni këtë gjë. Më fal. Nëse do kishte, nga praktika e komunikimit të Spakut me Kuvendin e Shqipërisë, ata kanë qenë kërkesa që sapo është adresuar për Kuvendin e Shqipërisë, ata kanë dhënë njoftim publik, që jemi drejtuar Kuvendit me këto X kërkesë. Do nuk ka. Dhe Kuvendi, po ta kishte, ka një rregullore që e detyron në një afat kohor të caktuar. Sa është afati? Është brenda deputeti vihet ndjeni brenda më një herë, dhe Këshilli i Mandateve dhe i Rregulloreve duhet mblidhet në mos gaboj. Duhet mblidhet brenda në harkun kohor brenda 48 orëve, më duket, në mbledhjen e parë. Okej. Por edhe unë e kam dëgjuar si ju, por nuk e kam marrë seriozisht të gjë, sepse s'ka lënë organi kompetent hapësira për diskutim kur ka sjellë kërkesa në Kuvend.
Një pjesë e socialistëve, zoti Manja, mendojnë që gabimi i grupit parlamentar të Partisë Socialiste ishte që nuk dha okejin për hetimin dhe arrestimin e zonjës Balluku. Dhe ky ishte momenti që e dëmtoi qeverisjen socialiste. Dhe sipas atyre, grupi parlamentar duhet ta kishte dhënë okej, siç ka vepruar dhe politikanë tjerë. Ju jeni dakord me këtë pavarësisht se ishte i vendim politik i grupit parlamentar? Po si jurist, si prokuror? Ai ka qenë vendim politik i grupit parlamentar, dhe sigurisht edhe qëndrimi im është publik në këtë rast. Që nuk duhet ta jepni. Po pse në rast të tjera e keni dhënë? Dhe vendimi i Kuvendit Shqipërisë i ka të gjitha arsyetimet brenda, sepse në rastin konkret majoranca mbajti këtë qëndrim. Kërcet shumë. Sepse unë e kam thënë dhe në Këshillin e Mandateve, e kam thënë edhe në Parlament, për sa kohë Kushtetuta e Republikës Shqipërisë ka rezervuar një imunitet të kufizuar sa i takon arrestit, kontrollit personal dhe kontrollit banesës, Kuvendi i Republikës Shqipërisë në çdo rast duhet të marrë në konsiderat dhe të analizoj qartësisht normën kushtetuese. Siç në 2012 kemi hequr dorë nga imuniteti për hetimin dhe ndjekjen penale, por dhe për të gjitha masat e tjera të sigurisë, me përjashtim të masës ekstreme arrest në burg. Edhe këto duhet ta di publiku, siç ua kemi bërë të qartë publikut, por dhe edhe ndërkombëtarëve. Deputetët në Shqipëri nuk kanë hetim sa i takon, nuk kanë imunitet sa i takon hetimit dhe ndjekjes penale. Hetohen si gjithë qytetarët e tjerë të Republikës Shqipërisë. Madje ndaj deputetëve mund të caktohen lirisht masa sigurimi nga organi procedues dhe gjykata, me përjashtim të masës ekstreme, që është arresti në burg, që është rezervuar në kushtetutë një imunitet i kufizuar. Dhe e ka patur një logjik kushtetutë bërë si pse e ka ruajtur këtë imunitet kufizuar, që lidhet me ushtrimin e mandatit përfaqësues në liri të plot. Prandaj bëhet balanca mes kërkesës që vjen dhe ushtrimit mandatit përfaqësues. Dhe është fakt publik. Dhe unë nuk dua t'i rikthehem tani. Zonja Balluku nuk kishte një akuzë korruptive. Dhe ishte në efektin e një mase sigurimi personal, ndalimi për dalja shtetit. Dhe Kuvendi i Shqipërisë i kërkoshte që për një antar të vetin të jap autorizimin për një akuzë që duhet provuar, autorizimi për masën ekstreme, arrest në burg. E di që ka diskutime, ju e jepnit, po ja linit gjykatës ta vlerësonte këtë. Por, kur thash norma kushtetuese është aty, dhe unë nuk dua të fshihem pas normës kushtetuese. Po është norma kushtetuese aty. Kur politikat bie dakord, nesër apo pas nesër, që siç hoqin 2012-ën imunitetin për hetimin dhe ndjekjen penale, të bie dakord ta heqë imunitetin e kufizuar dhe karshi arrestit si masë ekstreme dhe përjashtimore, le ta bëj politika. Po për sa kohë është aty? Nëse vjen një kërkesë e dytë për madje un kam arsyetuar. Jo, më kujtohet shumë. Edhe rastin se ka një normë tjetër kushtetuese kur deputeti arrestohet në flagrancë për një krim që s'ka të bëjë me detyrën. Po është për vrasje, për. Fal. Ama Kuvendi ka pushtetin që kur nuk e gjen proporcionale masën, masa e arrestit flagrancë ndaj deputetit bie. Okej, por nëse do vi një kërkesë e dytë për zonjën Balluku, si do veproni? Nuk dua të jap një përgjigje për një gjë që nuk është sot në tryezën e Kuvendit. Jo vetëm për zonjën Balluku. Tu fole si prokuror? Jo si prokuror, jo vetëm për zonjën Balluku. Po për cilin do koleg që hipotetikisht si do silleshin deputetët kur të vi një kërkesë e tillë, nuk besoj që nuk do ishte e ndershme të jap një përgjigje unë për këtë gjë. Okej, zoti Manja, keni qenë për 4 vjet ministri i drejtësisë dhe një nga ministrat më e gjatë mbas vitit 1990. Më e gjatë madje bashkë me zonjën Gjoni, Tilda Gjoni. Si kanë qenë ato 4 vite si ministri i drejtësisë? Është e vërtetë që
e kam mbyllur plotësisht mandatin tim 4 vjeçar si ministër i drejtësie. Dhe jam më jetë gjati nga radha e ish ministrave që e kanë drejtuar ato ministri. Ka qenë një eksperiencë jashtëzakonshme. Sepse ekzekutivi të jep mundësinë që të punosh për disa gjëra që ti i ke patur si vizion, i ke patur si ide në raport me drejtësinë, Dhe t'jepet mundësia për t'i bërë. por të jepet mundësia që t'i vesh, të punojsh për t'i bërë në zbatim. Jo të gjitha ato që ke në mendje apo që ke në plan pune si ministër për t'i jetësuar bëhen, por mendoj që në 4 vitet e mia të drejtimit të asaj ministrie, zbashku edhe me teknicient e mrekullueshëm që ka ajo ministri, Po? që punojnë me vite e vite në ato godin, të heshtur, kemi bërë punë të mira. Për çfarë krenohesh sot? 1, 2, 3 punë. Kam shumë, Po 3, më thuj 3. modernizimin e sistemit burgjeve. Modernizimin, Po. Modernizimin e sistemit burgjeve në drejtim të infrastrukturës dhe logjistikës. e dyta, Pagat e punojësve të sistemit burgjeve përfshirë stafët policore dhe stafët civile. e treta, Fuqizimin dhe standardizimin e kapaciteteve të Institutit Mjekësisë Ligjore. Sot mund të them, do ta thonë ato, pyeteni, është një nga institutët më të modernizuara sa i takon teknologjisë. tani më... Ka dhe shumë punë të tjera. Okej, po këto treja, më ngacmuat me këtë modernizimin e sistemit burgjeve. Ka qarkulluar një video nga gazetari Artan Hoxha në burgun e Peqinit, një qeli që ishte gati nga ato suitat e hoteleve me 7 yje, jo 5 yje, në burgun e Peqinit. Dhe më bëri përshtypje madje edhe deklarata e ministrisë aktuale të drejtësisë që nga shkurti, në mos gaboj, viti 2026 këtej, nuk ka nga kjo. I bie që ka qenë kohën tuaj. Cili është komenti juaj? Roland, e bëre mirë që ma bëre këtë pyetje. Jo, më ngacmove me atë Jo, modernizimi. e di pse e bëre mirë pse ma bëre këtë pyetje, sepse dua ta shfrytëzoj rastin që të përgëzoj stafët e institucioneve të ekzekutimit vendime penale në Shqipëri. Qoftë stafët policore, por dhe stafët civile, ndihmëse. Për mu janë aset, janë pasuri kombëtare. Askush nuk e di se me çfarë vështirësish përballet menaxhimi i atij sistemi. Po? Aq më tepër që sot në këto institucione ka potenciale krimi që sa i takon aseteve financiare që disponojnë mund të klasifikohen ndër aty ka eksponent grupësh kriminale me potencial të jashtëzakonshëm. Por që ky sistem Po? menaxhohet nga kjo aradh në punësish publik, që shpesh hera natemohen. Ngatrojnë sistemin, ngatrojnë punësit e sistemit me fenomene kriminale që e bashkëshoqërojnë ato sistem. Jo vetëm Shqipëri, por në të gjithë Europën demokratike, rajonin po doni dhe në gjithë botën. Është luftë e përditshme ajo. A ekzistonte ajo qeli? Shiko Roland, futja e telefonave në institucion, sendet e tjera të kundraliqme, Eskorta. të ndaluara, por po duash ti edhe Eskorta? eskortat, Ka pasur. janë fenomene me të cilat përballet për ditë sistem. Edhe sot? Po sepse unë nuk tani mos më fenomenet nuk pritën me thik. Këtu e përpara kishte, këtu e mbrapa s'ka. Janë fenomene, E bukur kjo. janë fenomene që e shoqërojnë. Do me thënë, t'jemi Atje t'i ka qartë. një jetë, atje ka Jo, një t'jemi jetë t'i Roland. qartë. Vila, kjo, më falë, kjo qelia luksoze ekzistonte?
E kam lexuar dhe unë si ti në media. Do Unë nuk nuk e e di. gjetin. Unë nuk e di. Agjencia përkatëse, sepse burgjet ka dhe një shërbim të kontrollit të brendshëm në burgje, që tashmë është bërë agjenci. Ka bërëtim? Ju gjatë kohës tuaj nuk kishit dieni, jeni duke thënë. Shiko, ti je i bindur që jo unë, po kushdo ministër drejtësie, Po? që vjen në dieni Po? të një fenomeni kriminal që ekziston në sistem, jam i bindur që gjithë do kishin marrë masa. Ju s'kishit Por dieni. ka hierarki në menaxhimin e sistemit të burgjeve. Po mirë, pse? Por nuk dua ti lokalizoj edhe ti ndaj fenomenët me data dhe ti ndaj me thik. Po pra, Unë po flas. Pse pasardhësi juaj e ka bërë deklaratën që nga shkurti insigjansë e këtej dhe nga... Pyeteni, nëse ju vjen në studion tuaj, pyeteni, thujore pse e ke ndarë këtë nga përpara e këtej dhe nga këtej e në vazhdim. Nga viti 38 e andej... Dhe unë po themi që, unë dhe isha shumë i lumtur Po? nëse fenomenet kriminale në sistem të burgjeve, po dhe kudo, Po? jo vetëm të burgjet, që mos ndalemi vetëm të burgjet, do ndashin me thik, me epoka dhe me periudha, unë do isha shumë i lumtur, le ti marrun gjithat këqijat, po vetëm sistemi tjetë perfekt. Por nuk ndodh kështu. Cili ishte zbulimi më i madh që u bë? Se ju thash që kishte fenomene celular, eskorta, edhe eskorta kishte. Po sa të duash janë, sepse janë raste që janë referuar dhe në prokurori. Sepse ka eti. Po janë raste të referuara në prokurori, po janë punonjës të ndëshkuar edhe administrativisht edhe penalisht. Po jo, si futej eskorta atje, se këtë se kuptoj se ata se kishin kushurinë ato. Shiko, unë As grua, as motor, as nuk e di unë çfarë janë. Prandaj po them hetimi do duhet t'i zbardhe mekanizmin se si kanë hyrë edhe se si kanë dalë. Tu kërcet diçka kjo zoti Maja. Por- Pasardhësi juaj shkruajnë që nga shkurti e këtej. Por unë ta thash, Kërcet shumë kjo. Roland, ta thash unë tani. Jo, unë si Jo. imagjinoj dot Ramën, kur e ka lexuar Rama, domethënë kryeministri, që është nga 2013 thot, nga shkurti 46-s e këtej nuk ka. Po nga ande përpara ne nuk themi gjë. pra, Po kryeministri ka qenë Rama. Atë ka bërë përshtypje. Imagjino Rama çka ka menduar. Atë ka ato bërë moment. përshtypje ty kjo. Shumë. Atë skurt vi pyete, unë po të them. Unë po jam shumë i qartë për gjën time. Nëse nga këtu e përpara ka ndodhur gjitha këta, rëndësi ka që sistemi, Përgjigja shumë e zgjuar. rëndësi ka që sistemi të funksionoj në shinat e dura. I marrun përgjithësitë. Tani gjatë kohës ishit ju. Por se dua ta përcjell mesazhin siç duhet. Fenomenet kriminale, fenomenet e paligjshme në burgje, as nuk kanë filluar dje dhe as nuk do të marrin në një datë saktuar. Jo, problemi është Është punë e përditshme, ju kemi vënë aty që ti prisin zoti Maja. është punë e përditshme me të cilat ndeshen përdit menaxherët e sistemit, aty ku janë institucionet. Dhe për mua ata janë heronj. Ma beso këtë që të them. Tani, heroj, 5.000. zoti Maja, kur futen eskorta, kur ka një Shiko, qeli shiko. luksoze dhe Shiko, ka që heronj, Roland më dëgjoj. Menaxhoj një sistem ku ka mbi 5.000 të paraburgosur dhe të dënuar. Mbi 5.000. po shifër shumë e madhe është. Dhe lartë. në një familje të vogël ka 1.001 probleme për krye familjarin dhe për prindit për ta menaxhuar. Në të gjitha dimensionet. Mendoje një sistem që ka 5.000 banor rezident. 5.000 banor rezident. Dhe një sistem që deri dje nuk ka qenë i preferuar për të punuar. Të tani është? Sigurisht që me pagat e reja. Sa shkon rroga e një... Po është me grada, Po jo, sigur, po themi më ulta. është me grada, nuk dua tani të bi në kurthin e shirave se nuk Jo, nuk krahasim dua me të bëj policinë e gabim. shtetit si- Janë ekuivalente gratë për gratë Me paga. policinë e shtetit. Po, janë ekuivalente pak Tani, për pak. gjatë kohës që ju ishit ministri i drejtësisë, ka ndodhur disa ngjarje të bujshme që lidhen me drejtësinë. U arrestuan personalitetet të larta të shtetit shqiptar, u arrestua presidenti i Republikës zoti Meta, u arrestua kryetari i bashkisë zoti Veliaj, po ndalemi pak te zoti Veliaj, ka pasur shumë akuza dhe kundër akuza
për ju personalisht që zotit Velia janë kryer veprime që deri te shkeljet të drejtave të njerëzit. Ju si ministri i drejtësisë, cila është përgjigjja juaj, sepse akuzat u kanë ardhur dhe nga brenda maxhorancës dhe nga gazetar, nga analist, nga njerëz të ndryshëm dhe ju kanë bërë juve personalisht fajtor. Roland, për çështjet e drejtësisë nuk kam përgjigje. Janë çështjet e drejtësisë. Jo, ka lidhje me atë, ajo çështjet që i takojnë drejtësisë janë çështjet e drejtësisë. Dhe për sa kohë drejtësia ende nuk ka folur, sigurisht do ishte jo normale që të flas unë në këtë studio, aq më tepër që edhe profesioni dhe formimi im nuk ma lejon. Jo, ty në punët që i takojnë. Kjo është Ty në punët që i takojnë jo e qartë, ju kuptoj të kjo. një pushteti tjetër. Ndërsa sa i takon detyrës time si ministër, Po? unë kam bërë vetëm detyrën. Kam ushtruar ato kompetenca në përputhje me kushtetutën edhe ligjin. Ministri i drejtësisë Po? është përgjegjës për menaxhimin politik të institucionit. Sigurisht dhe për menaxhimin institucional, sepse Ministria e Drejtësisë nuk është vetëm godina. Janë aparati i Ministrisë së Drejtësisë, por janë dhe institucionet e varësisë. Fatmirësisht, veprimtaria e një ministri dhe kujdo zyrtari Po? sot është e monitorueshme, e mbikëqyrur dhe transparente. S'kam bërë as më shumë dhe as më pak përveç se detyrën time si ministër. Të gjitha të tjerat janë çështje që nuk më përkasin mua, i përkasin institucioneve të tjera. Po ju s'kishit Kush ka pretendime? ju s'kishit informacion? Kush ka pretendime të çfarë do lloji natyre e ka gjithë mundësinë sot t'i adresoj në rrugë institucionale. Po pjesa humane, ju, cila ishte marrëdhënia juaj me zotin Veliaj? Unë s'kam patur për mua personalisht, marrëdhënien humane jo me individ saktuar, por me 5.000 banorët rezident të atij sistemi që unë kam menaxhuar, Po? i ka rregulluar ligji. Nuk është çështje Personale? Nuk është çështje personale. Jo, flas në aspektin personale. Njini zotin Veliaj, keni marrëdhënie, jo e njini, keni marrëdhënie. Shiko, detyra dhe ligji nuk ta lejon të shkosh përtej asaj kornize që të ka përcaktuar. Po jo, ju vetë shkuat ndonjëherë në qeli e takuat zotin Veliaj? Shiko, Roland, janë që të gjitha çështje Po? që tashmë unë i kam hedhur pas krave, janë që të gjitha çështje Po? që i takojnë institucioneve të tjera të merren me këto gjëra. Ju erdhi keq që u arrestua? Unë sigurisht që burgun nuk ja uroj askujt. Se ju keni qenë prokuror, ju e dini shumë mirë. Dhe dua të zhvishem nga kostumi që kam. Thuhet spitali dhe burgu nuk i urohet askujt. Por, ama të gjithë jemi të barabartë para ligjit. Ky është mendimi im. Ju erdhi keq, ju vjen keq për zotin Veliaj që është në burg? Roland, ta thash. Jo, a u erdhi? Të thash. Po jo, e kam fjalën unë. Ta thash. Për këdo që bie në burg, për arsye Po jo për këdo, se të shkeljes së ligjit penal, Bashkisë Tiranës. Ndjej sigurisht se njeri jam dhe unë, ndjej keqardhje. Si quat si mesazh, si koleg, si politikan që keni qenë në të njëjtën llogore politike? Në të njëjtën llogore politike unë kam qenë edhe me shumë të tjerë dhe jam me shumë të tjerë. Ndajmë të njëjtën llogore politike, po kur vjen problemi tek përgjegjësia penale, sigurisht ajo është përgjegjësi individuale. Jo, kur ju sulmonin ju, si i kthej përgjegjësi? Pse ke ndajtur jeshtë? I kam
edhe sot nuk kam preferuar t'jap asnjëherë përgjigje, por dhe sot dha shumë. Mendoj se dha shumë përgjigje. Zoti Manja, si pjesë e protestës, një lajm ishte që KQZ miratoi kërkesën e një grupi juristësh dhe ekspertësh për gjithë ata që ta ndjekin për ta identifikuar, ishte zoti Krisaq Kume, Gerta Meta dhe disa personalitete tjera për ndryshuar ligjin zgjedhor. Tani duan 22.000 firma, po KQZ-ja jep një okej, dhe pastaj ato do vinë në parlament. Cili është komendi juaj për këtë gjë? Referendumi. Pra, kërkesa për referendum. Po, jo vetëm referendumi, po kryesorja është referendumi. Shiko, kushtetuta jone njeh drejtën e referendumit. Por ne nuk kemi një ligj për referendum. Po s'kemi bërë asnjë referendum. Referendumi fundit ka qenë. Ne kishim një listë në mos gaboj të vjetër të referendumeve të 94-s dhe ai u shfuqizua me kodin zgjedhor dhe në kod zgjedhor kemi disa dispozita të thata procedurale. Jo, referendumi i fundit është 98. Po. I kushtetut. Por nuk kemi kodin zgjedhor në mos gaboj në 2003-shin kur u miratua. E shfuqizoi ligjin e vjetër të referendumeve dhe ka disa dispozita, norma të thata procedurale. Po jo një ligj të veçantë. Po jo një ligj të posaçëm. Aktualisht po punohet për një ligj organik të posaçëm për referendumet. Madje një grup kolegësh ishin edhe për kolegësh deputetë ishin edhe në një vizitë studimore në Zvicër në patronazhin e OSBE-s për të parë sepse Zvicra është shteti që i aplikon në masë referendumet qoftë nivel politika qendrore por dhe vendore. Dhe besoj do të kemi një ligj të ri për referendumet. Po. Por sa i takon rastit konkret, unë mendoj që jo vetëm ky grup, por cili do ka mundësinë sot që për sa kohë Parlamenti ka ngritur një komision të reformës zgjedhore, i cili është në punë sipër dhe pritet një produkt i komisionit të posaçëm të reformës zgjedhore, i ka të gjitha mundësitë që këto kërkesa t'i adresoj në këtë komision të posaçëm. Pastaj çështja, po mirë, normale është, nuk është një pastaj çështja normale është. Pastaj çështja nëse do merren në konsiderat ose jo nga parlamenti, vim tek diskutimi që e nisëm në fillim. Po kalon komisioni. Që parlamenti është vendi ku ngjizen reformat në një sistem demokratik. Po jo, kalojnë në komision njëre kanë fjalën. Komisionin të juaj njërë, do vite ju njërë. Ajo të vi njërë në kuvend. Po e rregullon ti qefin. Pastaj do vi, të vi njërë në kuvend, sepse nuk e dim se çfarë i kanë bërë publike, i kanë bërë publike. Ata e kanë sqaruar. Po çështja e sistemit zgjedhor nuk është debati sot. Që lindi sot. Që me ndryshimet kushtetuese të vitit, që pas ndryshimeve kushtetuese vitit 2008, çështja e sistemit zgjedhor diskutohet të paktën këtu e sa i bëj. Ajo je vetëm po jo, je pro apo kundër 2008-s? Unë jam të ta jap një përgjigje të shkurtër? Po. Nuk ka sisteme zgjedhore të mira dhe sisteme zgjedhore të këqija. Po çka ka? S'ka ligje zgjedhore të këqija. Po çka ka? Çdo ligj në vetvete është pozitiv. Problemi është sa palët politike që hynë në një garë me atë ligj zgjedhor marrin përsipër përgjegjësinë e humbjes dhe e ke fjalën për Berishën, shokun jo vetëm për Berishën. E ke mik tani. Jo vetëm për Berishën. Por nga 2008-a këtu nuk ka qenë problemi i sistemit zgjedhor. Ka qenë problemi se pala që humb zgjedhjet nuk i njeh asnjëherë zgjedhjet. E kuptova. Ky është problemi. As ju si keni njohur zgjedhjet. Tani ta relaksojmë pak se e bëm ishte shumë e fortë. S'kam pyetur asnjëherë për gjëra kështu edhe ja se mbar. Nuk kemi shumë që s'lidhen me politikën e rëndë. Dua të di njeriu që u sulmoni më shumë se Sali Berisha. Ore çfarë thonë në shtëpi ty kur fillon ai me etiketime që te emri Ulziu, që te i korruptuari, ai që ka bërë këtë, i ka dhënë urdhër Edi Rama ka bërë këtë. Çfarë të thonë në familje? Unë nuk është se merrem me këto.
për hir të vërtetës. E kam kaluar këtë pjesën kur më bënin përshtypje këto. E kam patur pak të vështirë në fillim në familje. E ke pasur E vështirë? kam patur, sigurisht që e kam Po ishi patur. prokuror, ju spiosin nga bandat dhe nga krimi. Jo, e kam patur pak të vështirë se unë Rolandi kam fëmijë të rritur. Pavarësisht se djali i vogël ishte maturant dhe kishte edhe mbrëmjen e maturës, Si doli me provimet? shumë mirë, Mori medalje të artë? po, por dy Urime djalit. rofsh, faleminderit, por vajzën dhe djalin e madh i kam të rritur. Ju keni 3 fëmijë. Po, 3 fëmijë. Dhe në fillim Po? nuk ka qenë e lehtë. Por kjo është kostoja e të marrurit me politikë në Shqipëri. Balta. Të bën pisë, ë? Por ama për te baltës që hidhët, Ë? se cili ka një raport të vetin, të brëndshëm, me vetën, rrath parë, por pastaj edhe me të tjerët. Punën tonë, qoftë për mirë, qoftë për keq, politikisht e gjykojnë zgjedhësit. Në raport me E pra. ligjin, Po? e përcaktojnë institucionet e tjera. Dhe unë, për të gjitha të balë që hedh, Zoti Berisha. zoti Berisha dhe të tjerë, Po edhe të tjerë, po zoti, ai është kampioni. por edhe në rrjetet sociale, Mirë, rrjetet sociale pastaj është një çështje unë komplet tjetër se rrjetet s'ka sociale shkuar njëri janë, aty. rrjetet sociale janë livath pa zot. Jo, ka një përkufizim tjetër, kanali urave të zezë. Tani, ky lloj raporti tjetër E ke fjalën jashtë politikës, Për komentet e ke fjalën. po, ky lloj raporti tjetër jashtë politikës, unë e kam thënë jo një herë, po me 10 herë në ato sallë dhe jashtë asaj salle. Se këtu flitet për akuza. Akuzat hedhura hidhe se po ngjiti. Ja ku është drejtësia aty. Edhe po duam ne ta refuzojmë, drejtësia nuk e refuzon dot sepse drejtësisë do duhet i përgjigjesh, atje ndahet Qartë. akuza nga balta, shpifja nga e vërteta. Por ajo që së mbjen mirë në fakt Po? është mesazhi që përcillet nga ajo sallë çdo ditë tende. Nuk mbjen mirë. Nuk mbjen. Edhe ju keni faj, zoti Berisha. Edhe ju keni qenë opozitë. Po sepse nga i herë ai që ke përballë aty në sallë bosi vetja. Se prisja këtë Po jo më Se çfarë? Nuk e prisja. Po jo, se një ditë ju i thatë, o Niko i thatë Niko Peleshi. Nuk jam Niko, unë jam zoti Peleshi. Po ajo ç'ishte ajo? Po ja pra kjo është ajo që tha tu, ajo që the ti, Ç'a ndodh në PS? ç'a ndodh në PS. Ja, kjo Ne ndodh. kemi edhe debate, kemi edhe diskutime, ndajemi edhe në qëndrime, Kjo s'është debat. por në fund të ditës, Niko Peleshi është kryetari i Kuvendit të Shqipërisë, Ja the pasaj mbas dhe unë jam kryetari i Komisionit Ligjeve, Ja the pasaj dhe mbas. të dy bashk, Po? në ato sallë, por dhe në komisione, kemi përgjegjësinë që na e ka ngarkuar kjo majorancë për procesin e ligjbërjes, por dhe diplomacisë parlamentare që bën Kuvendi i Shqipërisë, në funksion të asaj agjende që ka gjithë qeveria jonë, integrimin BE. Jo, i the Niko Peleshi. Ja the pasaj mbas së seancës? Unë dhe Niko Peleshin kam një jetë që njihëm bëj politikë. Jo, një jetë, po në një farë mënyre të vuri një lloj kështu ai tha, nuk jam Niko unë, tha, unë jam edhe lart. Shiko, edhe etika, unë ja kërkova faljen aty në seancë. E pse i them fal? Pa diskutim. Se dëgjuam me Për sa kohë ka një kod etike, dhe kodi etikës e përcakton qartë se Je si... duke thënë që ishte ti gabim. Shiko, Edhe Niko mund ta kalonte çik kështu atë. Unë s'qyr. ajo është çështje kryetar e Nikos pastaj se si e kalon. Mua më takon falje. që në përputhje me kodin e etikës që ka miratuar Parlamenti i Shqipërisë, ti drejtohem jo vetëm kryetarit të Kuvendit, por dhe kolegëve që kam sallë, ti drejtohem me Me etik, me zotri Po. zonjë. Tani, Jashtë asaj salle pastaj jemi miq. për ta relaksuar fare, faqja Lolita
Ajo janë të vetmit që ty të ka intervistuar. Shumë interesante, shumë nuk është se e kam ndjekur dikur më para, po kam kohët e fundit sidomos intervistën me ty e pash. Edhe ka një artikulim shumë të veçantë, po sidomos kur thotë prokurori dhe disa e kritikojnë, nuk quhet prokurori, por quhet prokurori. Çka kanë ata? Ajo ka rënë dashuri me ty, Ulsi Manja. Ti ke rënë dashuri me të? Shiko, le të themi është një dritare që më pëlqen. Jo, dritare është kjo këture. Dritare është kjo jotja, por ma thuj një emër tjetër që t'ja vem kësaj tjetrës. S'ndihmoj dot këtë. Le të themi është një komunikim virtual tani, Po? që është bërë pjesë e qëndësishme e imja. E lexon për ditë? Po tani edhe kur nuk e lexoj unë, Të thonë tjerët. mi sjellin. Po pse e ka fiksimin me ty? Madje, Po? për ta relaksuar tani deri në fund, Po? tani nuk ka nevojë, tani edhe çdo gjë, çdo aktiviteti imi, Po? çdo sjellje imja, Po? janë bërë kurioz njerëzit ja çojnë vetë. Ja çe vet Lolitës. Po. Ajo s'ka nevojë më për staf. Po kush është kjo vajza? Për hir të vërtetës, kur më ka intervistuar për herë të parë Po? Në zyrë. në zyrë, nga fundi i thash, mund ta dhash intervistën, po a jeti e vërteta apo si e? Ua! Më tha, më vjen keq apo u kujtove në fund, tha me pyet për këtë gjë tani, intervista mbaroi. E zgjuar. Më kupton? Shumë e zgjuar. Pra, ajo që dua të them është kjo, që Lolita më ka dhënë mundësinë e komunikimit Në një formë tjetër. në një formë tjetër E veçantë, që interesante është. me njerëz që më kanë njohur ndryshe. Jo, vajzë zgjuar. Që më kanë njohur ndryshe, por tani unë shpesh herë kur kam mundësinë edhe komentojnë komente. Komenton vetë aty. Me njerëzit që ndjekin faqe. Qartë. Po bashortja çfarë thot? Po tani pas një kohë kaq gjatë që jemi bashkë me vajzën juriste, me djalin e madh ekonomist dhe me këtë tjetrin që pret hyjnë gjimnas, Sepse ky mbaroi minimaturën. Minimaturën, jo maturë. që pret hyjnë gjimnas, është tejkaluar kjo. Janë të tejkaluara Janë të tejkaluara këto gjëra. Jo, shumë interesante. Por e rëndësishme është që e shohim e kemi parë me sportivitet të lloj gjëje. Po sigurisht. Jo, po një komunikim shumë i Dhe veçantë. është një lloj komunikimi që le të themi edhe kur haroj unë ose m'del nga mendja mu, ma kujton ajo apo dashamirë dhe asaj faqe. Jo, është faqe që shikohet ajo, ndiqet. Dhe kur haroj unë ma kujtojnë ata. Do të thënë fushatën tënde elektorale, po e bëre te Lolita në rregull, e ke sigurt fitore. Roland, është interesante kjo gjë. Madje në ambiente qoftë politike apo jashtë politikës, po kur më thonë hajde të dalim një foto se të shkoj te Lolita. Pra, do edhe foto deri këtu. Po, tani ta them. Lolita është shumë e zgjuar, faqe shumë interesante. Bën një gabim në një kapërcim, por prapë është shumë interesante. Kemi edhe një mik të përbashkët unë e ti që është i botës medias, edhe që nuk heziton asnjëherë që gjërat më pikante e ka marrit ta zbuloj çon ai. Ai dërgon ai Lolita, do të kap ty në një gjë dhe Dhe më e bukur është se nuk e njeh. Thjesht ja çon tek Messengeri dhe veç kur ti shofish atje. Dhe Lolita nuk i bie, nuk mendon dy herë, ta ke postuar dy herë. Kam përshtypjen dhe ajo e bën filtrin e gjës, por tekstet e ka shumë interesante, me humor, me ironi, me sarkazëm, ka gjë. Më ka hequr një barë të madhe. Me vërtet? Sepse ne kam pak problem këtë komportimin me teknologjinë, me këto rrjetet sociale, me PR-in, me gjërat, edhe unë jam rehat aty. Do të thënë ajo është shefe PR-it tënd. Po.
Ajo shefja Lolita shefe PR-it të Ulsimanjës. Ajo e bën këtë gjë, as nuk njifëm, kur them nuk njifëm, nuk e dia është ajo që më intervistoi herë, se akoma se di këtë? Po ajo që intervistoi kush ishte? Si quhej? Ora ajo nuk ka rëndësi tani si quhej, ajo erdhi me kameraman, me gjitha, por problemi është se kjo punë tani aty në rjet hihet dyshimi, është kjo apo s'është kjo, por gjithsesi mu ma ka hequr këtë lloj sikleti. Më kupton në kuptimin pozitiv të. E ke falas. Do të ti shefe të PR-it, do të kishe kërkuar në tër botën dhe pastaj ku lexoj ato komentet që thonë sa të paguan ty Ulsiu për këtë PR. Ka dhe kështu edhe. Ka dhe kështu që shkruajnë, më kupton se tani çdo gjë është bërë marketing. Por unë shoh që ky lloj raporti që është ndërtuar dhe me ndjekësit e asaj faqe. Patjetër. Sa ta bëjnë interaktive. Po, kam përshtypjen kur mungohu ndonjëherë që dal nga lajmi ditës aty, po kam përshtypjen se merakosën dhe ata që e ndjekin atë faqe se ku ikun ky. Ulsimanja, unë nuk po bëj pyetje të tjera se më bukur se ta bëj me Lolitë, domethënë nuk kishe dhe më të relaksuar. Të falenderoj shumë, kishe shumë gjëra që the, kishe shumë gjëra për të thënë, të falenderoj shumë. Unë do ta them në fund të intervistës, të vazhdoj të kem mik, po pyetjet këtu nuk i bëra si mik, këtu pyetjet i bëra si profesionist, po edhe ti përgjigjet i bëre si profesionist. Le ca gjëra kështu pa thënë, por tani e bërë politikan profesionist. Unë të falenderoj për mundësinë. Unë kisha kohë pa folur për shumë gjëra, edhe zgjodha të vinë dritarën tënde, sepse njeriu nganjëherë edhe me kalimin e viteve dhe të moshës nuk duhet haroj asnjëherë që në një farë formë ose në një tjetër ta shpreh mirënjohjen për miqtë e vjetër. Aq më tepër që ti ke ngelur po ai Rolandi tradicional i gazetarisë vërtet. Falenderoj shumë. Kjo është e gjitha. Falenderoj shumë dhe e vlerësoj këtë. Faleminderit dhe do të shihemi patjetër. Patjetër. Përsëri intervista tjera. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni për sot, publicitet nga Ura në Qafoku, mirupafshi. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit i reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefoni juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistrojeni si klient dhe menjëherë do të dërgoni para në të gjithë botën, me MoneyGram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram në aplikacionin e reja.